Gjatë një aksioni të realizuar sot nga policia e Tetovës janë arrestuar 2 të dyshuarit për vjedhje në Artarin Beni, e cila ndodhi gjatë ditës së djeshme. NG, 35 vjeç nga Tetova dhe ED, 29 vjeç nga Tropoja e Shqipërisë, njofton zëdhënësi i sektorit të punëve të brendshme Marian Josifovski për televizionin Koha. NG është arrestuar në orët e hershme të mëngjesit, ndërsa ED është arrestuar sot në orët e pasdites në Drenovec të Tetovës. Sipas informacioneve tona, akoma nuk është gjetur ari i vjedhur dhe se punohet për gjetjen e të njëjtit. Sipas informacioneve të policisë së Tetovës, e cila ka bërë edhe bastisje në shtëpinë e njërit të dyshuarve, akoma nuk ka asnjë rezultat për gjetjen e arit të vjedhur. Ky aksion vjen si pasojë pasi që dje rreth orës 8:40 u plaçkit artaria Beni që gjendet në rrugën e Butiqeve në Tetovë. Vjedhësit janë larguar nga vendi i ngjarjes me rreth 300.000 euro vlerë. 3 persona të maskuar, prej të cilëve njëri me armë zjarri pistolet, kurse tjetri me një çekan, me forcë janë futur në artarin në momentin kur atë e ka hapur vetë pronari në orën 8:40 dhe në momentin kur ai e ka hapur kasafortën, ata e kanë detyruar të shtrihet në tokë duke e marrë të gjithë sasinë e arit që gjenden në të, e që vlerësohet rreth 300.000 euro. Pronari, duke u friguar për jetën e tij, nuk ka rezistuar. Pak më vonë, vetura e tipit Ford Mondeo Karavan, që para një muaji është paraqitur si e vjedhur në Shkup, u gjetë djegu në afërsi të qendrës sportive në Tetovë. Për më shumë informacione rreth këtij aksioni policor, klikoni në web faqen tonë tvkoha.tv.